A mendon se e fitove lojën për shkak të personalitetit tënd, Po. karakterit të cilin e ki publikut, apo për çfarë arsye ti mendon se je fitu si Big Brother 4? Vlaçkon gjithmonë e kom cek që mas pari Big nuk të vynë me konë maj meqmi, maj bukri, maj qësh me thonë, maj artikulumi, ma seriozi, du të me konë i pako e kompletume në tëna aspektet, apo din du të me konë thjesht i kompletum të në anë, po normal, karakteri, vlerat, parimet e luj një rol shumë të rëndësishëm, se në funditës li aty hin me bo loj, po Bigu nuk është veç loj, se je 24 orë me që ata njerëz, dhe nëse hinti me naj strategji ose loj, kime pa që ka me të dështu, për shkak se ti nuk e di me çfarë karaktereve ki të bëj, kështu që unë e kom zgjedh prej ditës parë që jom hi, pa marrë parasysh qysh tek ka me shku, se normal nuk e kom ditë me konë vetvetja, me të mirat, me të këqijat, se perfekt nuk jena asnjoni, po menoj që kjo është konë pjesa që mu personalisht mu ka vlerësu mas shumëti, që jom konë vetvetja, pozitiv, fani, i dashtën, normal, debatet e kështu i artikulum, se i pava dhe dosene jashtë, apo din që jën shku kështu virale, trendi,